Mirë, kalojmë në një ngjarje tjetër që me cilën nisi java, një javë ngarkuar në fakt kjo jo vetëm me politikë, por edhe me krimin e Elbasan, vrasja e biznesmenit Mahalla. Çfarë të reja ka në lidhje me ngjarjen? Kjo ngjarje kriminale duket se po shkon drejt zbardhjes së saj dhe pse në fillim dinamika dhe motivet kanë qenë të tjera për shkak të rrethanave të tjera për cilat grupi hetimor është duke punuar, sa i përket atentatit të regjistruar me 30 nëntor, kemi deri në këtë moment që ne flasim 3 persona të arrestuar dhe nga ana tjetër 3 persona të cilët janë shpallur në kërkim. Të paktën nga dyshimet e para që ka policia, ka të paktën ka rënë në gjurmët, jo në gjurmët, ka identifikuar porositësin e këtij atentati, bëhet fjalë pikërisht për Oklid El Oujedi, i cili dyshohet se është edhe personi i cili ka porositur edhe këtë vrasje. Në fakt 35 vjeçari fillimisht njihej me emrin Oklid Dalipi, ndërsa nga ana tjetër njihet dhe me emrin, ka dhe një emër tjetër, Oklid Dalipi El Oujedi. Por deri në këtë moment nuk dihet e ka ndruar, por nuk dihet arsyet se pse e ka ndruar. Ky është personi 35 vjeçari, dyshohet se është edhe porositësi i këtij atentati. Për të ndalur te personat e ndaluar, Nevzat Spaho është personi arrestuar, i cili në fakt dyshohet se është edhe personi i cili mund të ketë kryer atentatin, duke u nisur nga rrethanat dhe nga pamjet e siguruara nga ana e policisë, ku në kamerat e sigurisë në momentin që ka ndodhur dhe ky atentat është një person i cili del nga automjeti dhe qëllon në drejtim të 43 vjeçarit Mahalla. Por policia ka dyshime se në automjet mund të ketë qenë dhe një person tjetër, për cilën janë duke kryer hetime më thelluara. Dhe sa i përket rolit të Nevzat Spahos, në fakt në fshatin Mirak, atje ku edhe është gjetur automjeti Audi me cilën edhe autori ka lëvizur pasi ka kryer atentatin, është edhe një automjet tjetër të cilin kapin kamerat e sigurisë, bëhet fjalë për një BMW e cila është në pronësi të Nevzat Spahos. Por ky i fundit edhe pse i arrestuar nuk ka dhënë më shumë detaje për ta ndihmuar grupin hetimor apo ndoshta nga ana tjetër për të larguar edhe përgjegjësitë nga vetja, pavarësisht se dyshimet nga ana e grupit hetimor janë të mëdha sa i përket këtij personi si qitës për të ekzekutuar 43 vjeçarin. Një